Jemi këtu me një rrëfim fantastik të profesor doktor Xhemil Bytyqit. Profesori tim, profesori tuaj. Njeriu që absolutisht një jetë të tërë ja ka kushtu betimit të Hipokratit, shëndetësisë, shëndetit të shqiptarëve, shëndetit tonë, shëndetit, po jo vetëm shëndetit, edhe shkencës, edhe dijes, që na ka vënë profesor. Si gjithë profesor tjerë në fakultet mjekësisë, për zotin profesor na keni mësuar mirë. Dhe ju falenderoj në tokën qiell, në emrin tim dhe në emrin e të tjerëve që na keni dhënë rrugën e drejtë, na keni dhënë dijen në maksimum të kohës që ka qenë. Profesor, gjatë krejt kësaj periudhe keni shkru. Ke shkru poezi, a ke shkru edhe tregime? Ke shkru edhe drama? Po. E tash, disa këthejemi tash në letërsi. Deri më tani janë botuar 55 libra. 55 libra. Në shkrimi kam filluar të merrem qysh për vitit 1958 e tej. Dramën e parë që kam shkruar, Martesa. Kjo dramë e shkrume është me 1961. 5 aktëshe. Po. Dramë 5 aktëshe. Po. E botuar mas 50 viteve. Mas 50 viteve. E kishe rujt? E kam rujt atër, po. E kam rujt. Originalin në fletora, atër si e kam shkruar. Kur e botove, e përmirësove pak? Jo, pak, po. Atër ka qenë shkrume në gjuhën gegnishte, atër që kishim në gjuhën. Paste e kam në gjuhën letrare. Në gjuhën letrare, o dash atër, sepse tash është gjuhë letrare, prandaj gjitha vepra du të jenë në gjuhë letrare. Përveç kësaj drame, kam filluar që kjo është fletoria që të regova unë përpara, kjo është fletoria që është në fillim, kur kam filluar të shkruaj poezi. Nga më të vjetrat në Kosovë duhet jetë. Po, atyre që aty. Edhe kjo përmbledhje, dhe më thënë me poezi, poezia para është Vjershtori i ri. Vjershtori i ri. I ri, po. Mës të humbim kohë. Vdish naimi, moje mjera Shqipëri. Vjershtori si aji. Vjershtori i ri. Sa e bukur profesor. Për këtyne librave, shumica janë poezi, janë 15 drama. Po? 15 drama, dhe me poezi të cilat merrem unë veçanërisht merrem me poezi haiku të zhanrit japonez. Edhe aty kam 16 libra, 16 përmbledhje të poezive haiku. Haiku të zhanrit japonez? Japonez, po. Haiku Tanka dhe Gogioshi. Vezullima të blerta, 1100 haiku. Po, 1100 haiku është. 1100, falë. 1100 haiku. 1100 net më kujtu dhe 1100 haiku. Haiku është, po. Ajaxi Dardan. Ajaxi Dardan është një dram, jashtëzakonisht e bukur, e mirë është, flitet për një ushtar të UÇK-s, i cili ka qenë luftar i vërtet, por i drejt, i pa korruptuar, i cili ka mbet në fatin e askujt në fshat aty, derisa ka vendos të bëj vetvrasje edhe e vjerë veten. Amsi Toke, përmbledhje me 707 poezi haiku. Haiku, po. Amsi Toke, titulli të regon, se amsi, kuptimi i fjales për opinionin, të spjegoj që do më thonë amsi Toke. Amsi është ndjenja edhe aftësia e nënës ndaj foshnjës.
ndaj fëmiju të ti. Reflektoj profesioni pa tjetër edhe të kjo. Prandaj që edhe titulli i kësaj libre quhet Amësi toke, se në një kuptim toka është si një am e gjithë njerëzimit, ku jemi krijuar ne, ku jetojmë ne, ku prodhojmë ne, ku çdo gjë varet prej natyrës, prej tokës, prej çdo atë. Këtë kuptim e ka. Atë. Të përgjithshëm. Po. Kjo amësia. Amësi toke u zgjua, natyrë e kohë i përbashkoi breznive trashëgim t'u le. Një tjetër, fli zemër fli, fli, mbi supin tim fli, prit se do të ringjallësh. Një tjetër, lakuriqësinë e botës, syri i qiellit e pa, bota u trazua. Shpirti i shpirtit tim, në pasqyr u pasqyrua, dashuria i ishte në zgjim. Profesor, edhe po vazhdon të shkruash. Se ma fe që po vazhdon. Du t'i theksoj edhe të këto, po që, edhe këto 2 libra, kjo është e para, Kopshti i dashurisë, vëllimi i parë me poezi dashurie, i cili përmban ky libër 101 poezi dashurie. Dashurie. Vetëm dashuri. Ku kulmon këto më shumë Beograd kur ishte student? Ja, këtu. Ajo se po duhet ngacmu ku lindi dashuria pastaj. Ja. Dashuri të tjera, Të tjera. Po, pastaj libri tjetër me poezi dashurie është Shpalosje dashurie. Shpalosje dashurie. Dashurie. Po ashtu me 101 poezi dashurie. Që kështu kur t'i lexon njeriu, çdo njeri e gjen vetveten. Aty. Apo. Kemi një trilogji interesante, Valët e jetës. Po, ky libër është tepër edhe voluminoz, po është edhe me përmbajtje të jashtëzakonshme. Bëhet fjalë për një trilogji, 3 drama të veçanta. Po është një vepër, nuk kam dashur me shkurtu këtë, se të ndjerin Fadil Krajen, një dramaturg i njohur në dramaturgu i madh shqiptar në Shkodër, e kam konsultuar. Tha mos e shkurto, se drama i ndërpren ato gjërat. Po, do më thënë shkurtohet ajo kur gjatë dhe askush s'kupton se çka është puna e edhe asaj trilogjie. Thot po, le të jetë si libër i tërë, regjisorit lenja, regjisori le të merret me atë, le ta krijon ashtu dramën si don vet. Profesor, janë shumë 55 libra, është një karrierë, një punë, janë 8 dekada e gjys jetë, që po e shpalosim bashkë këtu. Unë kur ju anonqova, ju prezentova një piramid. Unë juve profesorve tanë, e posaçërisht ju quj një bjeshk më vete, me shumë përbajtje brenda. Po, do në më thanë edhe diçka dhe për këtë libër. Që ky libër është në Kinë është botuar. A në Kinë? Kinezisht është. I cili ka has në një prezentim shumë të mira, të mira. Po, sa mirë, profesor. Edhe shumë gazeta, edhe shumë revista letërare të Kinës. E kanë cituar këto, janë, domethënë, drejt për drejti, kinezisht është e shkruar. Profesor, në një emision nuk është të thonë për të thonë dhe për të dhënë të tërën. Kemi shumë. Ku e njoftë zonjën? Zonjën tënde, ku e njoftë? Zonjën time... Se shumë poezi dashurie. Po, shife, libri i parë faktikisht është dedikuar për te. Kopshti i dashurisë.
Më thonë, nuk e di këtë cili autor ka mujtë me shkruaj 101 poezi dashurie. Të dashur, Njeriu të zemrës, të dashur. Ku e njohe? Me bashortën jam njohur në Prishtinë. Në Prishtinë. Kur ardha në Prizrenit në Prishtinë, atëherë në rast, si u njohum, ajo është nga Tivari. Edhe baba i tyre, Ahmet Divanović, ka qenë, i cili ka qenë edhe në antar i ballit kombëtar, por i heshtur. Po, me të ndjerin Sokol Dobroshin, kanë qenë shokë në ngushtë me atë. Edhe gjithmonë kemi pas atin, edhe tash që ai vendos që vajzat mos shkojnë në Malzi në Beograd andej tjetër, sepse humbin. Po le të vinë në Prishtinë. Po në Prishtinë, në vend ku duhet të shkollohen. Rasti, u takova me te, edhe tash... U dashurua? Dashuruam, edhe... 101 poezi. Po, koha ka kalua, ka qenë ajo shtilla kryesore e cila më ka mbështetur, më ka mbajtur, apo ajo gjithmonë ka punu, edhe ma energjike ka qenë se sa unë që kam qenë. Edhe i ka dhanë kuptim jetës tënde, dojnë jam i adhan i duar trokitje, dhe sidomos kur nuk jetoj me i bëjnë homazë. Sigurisht. Prandaj edhe ka merituar me 100 poezi. Sigurisht. Profesor i nderuam, të falenderoj nga zemra që na erdhe sonte. Na ke thënë gjëra shumë bukura. Ka shumë. Në një emision është shumë e vështirë për ta thënë të tërë. Është tepër e gjanë. E gjanë, edhe kur s'mundesh me krye ato, me përfundu. Po ne do bëjmë edhe emisione tjera, profesor. Do na vish prapë. Po kryesisht ato që kanë qenë ma kryesore i kemi thonë. Unë falenderoj nga zemra, ka qenë kënaqësi që t'isha mësafir. Shumë faleminderit nga tjetër do të mirë, edhe njerë i falenderoj juve, ekipin e 21-shit, edhe teleshikusit që në kanë ndëgjuar. Në kanë ndëgjuar. Ato që absolutisht na i keni thënë, e na i keni dhënë. Faleminderit shumë.